Tronditi patrën me armëzjarri në prill 2026 vihet në pranga 32 vjeçari shqiptar në Greqi. Policia greke ka arrestuar një 32 vjeçar shqiptar i cili kërkohej për një tentativë vrasje të ndodhur në prill të vitit 2026 në zonën e Sulit në Patra, ku një 22 vjeçar mbeti plagosur me armëzjarri. Arrestimi u krye në orët e paratmëngjesit të së martës në 28 korrik gjatë një operacioni të koordinuar nga Drejtoria për luftën kundër krimit organizuar, njësitë speciale e kam. Sektori për luftën kundër zhvatjes dhe grupet operacionale të policisë greke. Sipas autoriteteve, ndaj 32 vjeçarit ishte lëshuar urdhër arresti për veprat penale të tentativës së vrasjes dhe shkeljes së legjislacionit për armët. Policia bëri të ditur gjithashtu se ai ka qenë i njohur më parë për autoritetet për përfshirje në vepra të ngjashme dhe të tjera penale. Ngjarja e përgjakshme ndodhi në orët e para të 7 prill 2026. Sipas hetimeve, dy të rinj kishin shkuar me motociklet në një vend të caktuar në zonën e Sulit për të takuar me një grup personash me qëllim zgjidhjen e disa mosmarrëveshjeve personale që kishin lindur më herët gjatë asaj nate në një lokal në Patra. Takimi përfundoi me një sulm me armëzjarri. Sipas dëshmive të viktimave, në vendngjarje ndodheshin rreth 10 persona dhe pas një debati verbal, 2 prej tyre hapën zjarr ndaj 2 të rinjve. Si pasojë, 22 vjeçari u plagos në këmbë dhe u dërgua fillimisht në spitalin e Patrës, ndërsa më pas u transportua me ambulancë në një tjetër spital. Sipas mjekëve, gjendja e tij shëndetësore nuk paraqiti rrezik për jetën.